Nxënësit me aftësi ndryshe do të kenë mundësi të zhvillojnë provimet e maturës shtetërore përmes testeve të veçanta, të cilat do të hartohen për herë të parë këtë vit. Një gjë e tillë është deklaruar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, e cila ka ndarë risi tek këtij viti me maturantët e Tiranës. Ajo theksoi se prioriteti i ministrisë është garantimi një procesi të drejtë, të rregullt dhe të standardizuar. Për këtë vit ne kemi dashur që të kemi edhe teste të personalizuara për maturantët, të cilët janë me aftësi speciale. Edhe për ato kemi bërë teste të profileve të ndryshme, edhe duke mundësuar që t'i qëndrojmë sa më afër, pra për t'i bërë të ndihen sa më mirë. Testet model, që ne tashmë u bë 2 vite, I japim për nxënësit maturant që në muajin janar, në mënyrë që ju të keni kohën e nevojshme për të përgatitur, janë një mundësi shumë e mirë që ju të familiarizoheni me mënyrën e testit për 4 provimet e maturës. Ajo që është e rëndësishme në këtë vit është që fondin e pyetjeve kemi të riorganizuar, sepse edhe mësuesit që janë përfshirë, pra hartuesit e tezave, I kanë ripar me shumë kujdes. Provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen në 140 shkolla në të gjithë vendin dhe do të vlerësohen nga 640 mësues, të cilët do të korrigjojnë testet. Ministria deklaroi se formati do të shkojë drejt digitalizimit përmes investimeve në laboratorët smart dhe përmirësimit të infrastrukturës përmes qendrës së shërbimeve arsimore.